Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nga Dibra ka lëshuar akuzat forte ndaj kryeministrit Edi Rama për mungesën e investimeve. Gjatë një takimi me banorët e fshatit Breshta, ndërsa ka dëgjuar shqetësimet e tyre për sëmundjen që ka prekur Bagëtinë për mungesën e ndihmës nga shteti, Basha ka theksuar se problemet nuk vijnë nga që nuk ka para, por në këto vite qeveria krimit I ka dhënë drogën e qytetarëve, u ka lënë vetëm mundësinë e migracionit. Pra lekët janë, por lekët, buxhetin, skavicën, pasuritë e këtij vendi Edi Rama I don për vete edhe për klientët e vet. Për shqiptarët ka emigracionin, për krimin ka drogën, kështu I ka nda punën. Për të ilustruar argumentin e tij se fondet ekzistojnë, Basha ka dhënë shembullin e deputetit socialist Sadri Abazi. 12 milion euro I ka marrë me një dorë Sadri Abazi, me një dorë 12 milion euro 4 herë buxhetin e bashkisë Dibrës. Po me këto pare, jo vetëm që mund t'ju vishte ndihmë ju, mund zëvendësoshin lopët që janë prek, po mund ndërtoshin këto rrugë, po mund ndërtoshin ujësjellësit, po mund merrshin subvencione për bujqësinë. Vetëm me diferencën e çmimit midis asaj që ka marrë ai dhe ofertës më të ulët, muj për muj mund merrshin ndihmë ekonomike mbi 1000 familje për çdo tender. Mund merrshin pensione mbi 1500 familje në fshat, mbi 1000 familje në qytet. Sipas Bashës, qeveria nuk mendon për problemet e qytetarëve, por vetëm si të pasurohet vetë e klientët e saj.